Një debat është zhvilluar në seancën plenare të kësaj të enjteje mes deputetit Agron Shehaj dhe kreut të grupit parlamentar të PS-s, Taulant Balla. Deputeti Agron Shehaj lëshoi akuzat të ashpra ndaj mazhorancës, duke marrë shkas nga protestat e qytetarëve. Shehaj u drejtua Ballës duke e paralajmëruar me ironi se nëse vazhdon të injorojnë qytetarët, do të vi dita kur njerëzit do t'i fusin brenda koshave të plerave, siç ka ndodhur në vendet e tjera. Nuk mund të vazhdohet, i shikoni njerëzit që kanë dalë apo jo? Apo nuk i shikoni? Kalojnë afër shtëpive tuaj apo jo ata njerëz? Janë me 10 mira. Del Taulanti dhe i tall. Flamingo thot. Keni vjedhur shqiptarët. Keni shitur Shqipërinë. Keni shitur interesin e shqiptarëve në këto 35 vjet. Kanë dalë shqiptarët në shesh, po protestojnë kundër jush dhe ju i tallni. Ky parlament duhet të shkrihet sa më shpejt. Nuk ju duan më njerëzit. Do ju vinë të marrin zvarr, siç keni bërë ju me ta këto 35 vjet. Nuk mund të vazhdoni të injoroni. S'ka më. Taulant, ki kujdes Taulant. Mos kalo afër koshit të plerave, se në një ditë do të marrin dhe do të fusin brenda, si kanë bërë në vende tjera. Balla u shpreh se Shehaj shkon në protesta për të bërë selfie ndërsa akuzoi për vjedhje të dhënave të anëtarësisë së PD-s. Balla u shpreh se halli i tij nuk janë protestat, por djali i Xhaxhait të tij, Agim Shehaj, që sipas Ballës ka manipuluar pronat në Vlorë dhe është në hetim. Ti je mësuar që në çdo projekt që bëhet në Shqipëri, shkon natën dhe i thua investitorit më sponsorizo që të mos përmend emrin. I shkon televizioneve edhe i thua televizioneve sa lek do të më nxjerrish mua në prime time. Ti je një hajdut të dhënash personale, ti je një gjobaxhi. Dhe je një person i dënuar për vjedhje të dhënash personale, je në nënhetim për vjedhje të tjera të dhënash personale. Kthej Partisë Demokratike listën e të dhënave personale që i ke vjedhur, sepse sot ka një lajm të mirë, Luli mund të bëhet i penduar edhe mund të tregoj se sa e pagove ti që të futi ty në listë. Ky ka hall tjetër, s'ka lidhje fare me protestën. Ky s'ka lidhje fare me protestën. Halli i tij është djali i Xhaxhait, Agim Shehaj, i cili është një ndër personat që ka manipuluar pronat atje, që është hetim. Ky bërtet për pronat e djalit Xhaxhait s'ka lidhje fare ky me s'ka. E di gjithë Vlora se sa hektar toka Agim Shehaj. Akuzat filluan për shkak të protestave kundër qeverisë që po zhvillohen këtë ditë, ku më pas vijuan me akuza personale mes dy deputetëve.